Të dashur qytetarë, në ndojnë pak ditë nga hyrja në fuqi e vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë për dalje në treg të hapur të energjisë elektrike të rreth 1200 ndërmarrjeve në Kosovë. Këto përbëjnë rreth 1% të ndërmarrjeve në vendin tonë, ato më të mëdhat dhe më të fuqishmet. Në mes në tyre, përfshihen edhe rreth 300 ndërmarrje që janë prodhuese, e të cilat si shpenzues të mëdhej preken më shumë nga zbatimi i kësaj reforme. Ne i mirë kuptojmë brengat e tyre në lidhje me sfidat e kësaj faze të tranzicionit, por është rëndësishme të theksojmë se ky proces nuk është i befasishëm. Ligji për energji elektrike është miratuar që në vitin 2016. Faza e parë e liberalizimit ka filluar në vitin 2017 me daljen e 3 ndërmarrjeve të mëdha në treg, ndërka që faza e dytë është shtyrë disa herë në 8 vitet e fundit. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut e kanë zbatuar këtë reformë vite më parë, e duke përfshirë një pjesë shumë të madhe të bizneseve, ndërsa bizneset tona kanë përfituar ndërkohë nga tarifa të rregulluara dhe subvencione direkte të faturave të bizneseve në vlerë prej 26 milion euro. Kësaj edhe pse sfida ekziston, bizneset tona kanë krijuar avantazh konkurrues e kanë pasur më shumë kohë se të tjerët për të përgatitur për ndikimin e daljes në treg. Nga ana jonë, si qeveri, kemi përkrahur të gjitha bizneset gjatë pandemisë dhe krizës energjetike, kur ato kishin më së shumti nevojë. Veçanërisht kemi qenë dhe do të jemi gjithmonë pranë prodhuesve vendor. Me 100 milion euro kredi të subvencionuara, miliona euro për certifikime, digitalizim dhe promovim të eksporteve, kemi ndihmuar me përkushtim që prodhuesit tonë të rriten, të modernizohen dhe të konkurrojnë fuqishëm. Sot po zhvillojmë edhe instrumente të reja për të përkrahur ata në këtë fazë të tranzicionit, siç janë skema për eficiencë energjetike e sisteme solare, subvencione për makineri eficiente, mbështetje për auditime energjetike e të tjera. Njëkohësisht po komunikojmë, bashkëpunojmë ngushtë me prodhuesit dhe odat për të sjellur komunikim më të mirë mes bizneseve, rregullatorit e furnizuesve, me qëllim të mirë informimit dhe rritjes së konkurrencës që i shërben bizneseve dhe interesit publik.